Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahun e lartësuar lavdrojmë, u çojmë selavat dhe selam me pejgamberit e tij sallallahu alaihi wasallam, gjithashtu edhe sahabeve edhe të gjithë atyre njerëzve të cilët pasojnë rrugën e tij dhe udhëzohen me sunetin e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar, po vazhdojmë me sirën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe veç se jemi fut apo jemi të hy në ato ngjarje edhe ndodhi të cilat fillojnë me e ekspozu dhe me e na i paraqit neve në përgjithësi personalitetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ibn al-Qayyim e thot me një thonje të tij që vërtet sa më shumë që lexojmë historinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe flasim rreth Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, aq më shumë shtohet dashuria jon ndaj këtij personaliteti. Për arsye se e njohim më mirë edhe e shohim çfarë ka sakrifikuar ai për me çu përpara këtë fe edhe me e përmbush emanetin me cilën Allahu xhallahu ala e ka ngarkuar për umetin e tij në përgjithësi. Edhe njëjtin kohë e vrem edhe dashurinë që ka pas Muhamedi sallallahu alaihi wasallam karshi umetit e tij në përgjithësi. Ne vëdim që kur të ringjallet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, secili do të ketë gajle veten e tij, madje edhe pejgamber të tjerë të gjithë, përveç Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, i cili do të thret ummeti, umeti im. Prandaj vërtet ky ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, për cilën ne po lexojmë edhe po i rikujtojmë, për arsye se besoj që shumica e këtyre ngjarjeve, mos them të gjitha i kemi lexuar ne së bashku ose i kemi dëgjuar nga njerëz të tjerë të ndryshëm, por po i rikujtojmë për arsye se kjo na bën që të jemi më afër dhe ta duam më shumë edhe të jemi më afër mësimeve të tij në përgjithësi, për arsye se, që thash pak më herët, do ta njohim më mirë edhe do të ecim shëmbëltyrës së tij tutje. Posaçërisht në këtë kohë kur kemi nevojë me qit në shesh karakteret e personalitetit e këtij njeriu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, për arsye se shumë qarqe po na ekspozojnë disa qysh me thonë shembuj edhe disa njerëz të cilët tentojnë me qenë shembull për njerëzimin në përgjithësi, e që faktikisht në vetët e këtyre njerëzve, pavarësisht a janë këngëtar apo aktore kështu me radhë, që fatkeqësisht shumë prej njerëzve e aq më keq edhe disa apo një numër i madh i muslimanëve lexojnë rreth tyre, i përcjellin edhe ndoshta tentojnë të bëhen si ata, faktikisht në personalitetet edhe në karakteret e tyre s'ka gjë çfarë mund të marrim për shembull edhe për mirësi. Prandaj të jemi së bashku dhe të lexojmë rreth këtij njeriu, për arsye se kemi nevojë të gjithë ne ta kemi shembull edhe të ecim rrugës së tij, për arsye se vallahi vetëm aty është shpëtimi, vetëm në përcjelljen e mësimeve dhe emaneteve të tij aty është shpëtimi për secilin prej neve. Kemi shpjeguar javën e kaluar ajo fëmijëria e hershme e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe kemi treguar se si ka shkuar te neve. Unë e kum bash shprehime përsërit në rezumet asaj që kemi shpjeguar javën e kaluar. S'po du juve me ju pyet se mos më ju ngarku, po du me bani rezume për arsye se kjo na ndihmon edhe në shpjegimin tutje, po gjithashtu edhe ky rikujtim i bën do thot gjanat që me u vendos në mendjet tona edhe me gjetë në kujtesat tona, do thot hapësirë më shumë që me i kujtu ashtu që duhet sa më mirë. Pra kemi përmend se si pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e kanë dërguar te kabilja Beni Saad me u jetu atje dhe me u rrit prej kohës së hershme, do thotë duke qenë edhe në foshnjë, dhe kjo ndoshta është për në rrethana tona kemi thonë dhe atëherë e panjohur ose pse ka ndodhur, mirë po kjo ka qenë praktik me thonë kushtimisht elitës së banorëve të Mekës,
Po të njëjtin kohë kemi thonë kjo ka ndodhur për dy arsye. E para, për shkak të rritjes më të shëndetshme Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, për dallim nga qytetet, juve e dini se fëmijët në kohrat e hershme shumë kanë vdekur në fëmijëri, si rezultati i smundjeve dhe viruseve apo çapo diun do thotë rrethanave që kanë ngjall kanë vdekur shumë. Në kohrat bashkëkohore ka avancuar mjekësia, prandaj nuk është sebeb vdekja në shumë rrethana ashtu siç ka qenë më herët. Prandaj edhe i kanë larguar prej qytetit për këtë shkak që mos me ndodh me qenë i shëndetshëm më i mirë fëmia, po edhe larg smundjeve në përgjithësi. Dhe arsyeja e dytë kemi thënë është për shkak të gjuhës. Edhe këtë e përmend edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe kemi përmend se si ka jetu atje, ka qenë i bereqetshëm prezenca Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, pastaj çarja e gjoksit të tij dhe nxjerrja asaj diçka të zezë prej gjoksit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, pastrimi i zemrës së tij e kështu me radhë, pastaj rikthimi i asaj nga ana e Xhibrilit e kështu me radhë, dhe kjo e ka friksuar këtë gruan që i ka dhënë gjë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe i ka kthy tek Halime Saadia, ka kthy te Aisha dhe aty ka vazhduar jetën Muhamedi sallallahu tek Amineja dhe aty ka vazhduar jetën Muhamedi sallallahu alaihi wasallam duke u rrit te nana e tij, po gjithashtu edhe tek kushërinjët e tij në përgjithësi, duke loz e kështu me radhë. Kur ka arrit moshën 6 vjeçare, parafërsisht, Amineja vendos me bë një ziaret, me shku në Medine, me bë ziaret varrin e babës e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, Abdullahit. Për arsye se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rrit pa e parë fare babën e tij, edhe don me e lidh, me pas një lloj lidhje me prindin e tij, për shkak se Amineja nuk ka dyshim që i ka fol Muhamedi sallallahu alaihi wasallam për këtë babë, edhe që ka qenë moshën e re, edhe se si nuk kanë jetu shumë bashk, edhe ka ndodhur vdekja e tij. Dhe kështu e marrin udhimin Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me nënën e tij Aminen dhe Ummu Ejmen ka qenë robresha e Aishës, edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe këta tre së bashku e nisin udhimin dhe shkojnë në Medine. Kur arrin atje, qëndrojnë faktikisht në Medine kanë qenë dajt e kujt? Do thot Abdullahit, dajt e babës e Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kanë qenë atje. Edhe ata shkojnë mi vizitu dajt e babës, po në njëjtin kohë edhe varrin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam jeton babës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe jeton Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në Medine, një kohë thuhet rreth një muaj ka qëndru tek dajt e babës, edhe tregohet pasi që ka bërë hijretin Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, kur ka hyrë në Medine, ju ka kujtu disa ndërtesa të cilat kur ka qenë në vëzhli i ka bërë ziaret apo ka qëndru, se të Benu Nejar kanë do thotë dajt e babës e Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, edhe tregon thotë këtu kam qëndru unë, këtu ka qenë varri i babës tem, në këtë pus jo mësu me notu, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam tregon, për shkak se o rrit edhe ka qëndru të dajt e babës, edhe e ka mësu edhe notin, në këtë pus thot jo mësu me notu, e kështu i rikujton disa ndodhi në vëzhli, do thot moshën 6 vjeçare që ai ka përjetu gjatë atij udhimi që e ka bë në Medine. Dhe kjo ndërlidhje pra ndodh masi që e ka bë hijretin. Pas qëndrimit një mujor në Medine, pastaj vendosen me u kthy dhe kthehen pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Amineja edhe kjo robresha Ummu Ejmen, edhe rrugës duke ardh
është një vend që e ka që emrin Al-Abwa. Al-Abwa është një vendbanim që është ndërmjet Mekës dhe Medinës. Nuk është as afër Medinës, nuk është as afër Mekës. Pra është parafërsisht si në mes. Edhe aty çka ndodh, smuret nana e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam Amineja. Smuret shumë dhe nuk mundet më me vazhdu udhtimin. Po tash kur ndalen nuk kishte aty njerëz me ju ndihmu ose me kërku ndihmë e kështu me radhë, dhe ka qenë një moment shumë i vështirë edhe për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, po gjithashtu edhe për Ummu Ayman, do thotë robreshen që është kujdes për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Saqë kur zbresin, qëndrojnë atje një kohë, duke e përgdhel Amineja Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, aty e lëshon shpirti, vdes. Edhe Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ka qenë 6 vjeçar. Edhe ka qenë një moment shumë i vështirë për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, për arsye se krahas që po i vdes nana është në një vend që s'ka kurkush që mundet ndoshta me mja nal atë mërzi ose me mja largu atë mërzi, por duhet detyrohet me u ballafaqu me këtë rrethon i vetmuar së bashku me Ummu Ayman. Saqë Ummu Ayman tregon që e thret edhe thot ndihmon me qel varrin. Për arsye se nuk është që kanë pas mundësi me qel me diçka, kanë qel me dorë. Edhe i ndihmon Ummu Ayman robresës për me qel varrin e nanës së tij. Edhe kështu ky ka qenë momenti i vështirë për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, të cilën e ka përjetu. Edhe ndoshta dikush mundet me thonë këto rrethana, pse më ndodh kjo? Ose a ka mujt Allah i madhërisëm me thonë kushtimisht me e mshiru këtë jetim që mos me u pa jetim i dyfisht, në kuptimin që me hub edhe nanën këtë mosh, po me pas bashku, po këtu është një urtësi të cilën e kuptojmë se vërtet të gjitha këtu ndodhi edhe vështërsi janë para përgatitje për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam për ato që do të pasojnë masi që e merr përsipër emanetin e Allahut madhërisëm në supët e tij. Për arsye se është një para përgatitje për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, vështërsia e përgatit edhe e forcon njerin. Nuk është njëjtë sikurse një fëmijë me urrit i llastum në krye me pas do thot gjithmonë me pas me qenë në rahmetin edhe në udhëheqjen edhe në përkujdesjen maksimale të babës së tij, pastaj të nanës edhe të afërmve e kështu me radhë, i cili arrin do thot dhe llastohet, pastaj nëse i mrin ndoshta moshën 20 vjeçare, 30 vjeçare, 40 vjeçare, i ndodh ndonjë rrethon e vështirë, pastaj e ka vështirë me përballu se nuk është i provuar, me thon kushtimisht qysh me e menaxhu veten e tij, prandaj i duket shumë vështirë. Po një njeri i cili mësohet edhe provohet në vështirësi edhe në rrethana të vështira, ai pastaj është i gatshëm me ballafaqu edhe diçka edhe më të vështirë, diçka edhe më të rëndë, e ky ka qenë edhe urtësia pse Allahu i madhërisëm e ka përgatit Muhammedin sallallahu alaihi wasallam në këtë formë, edhe e ka bërë që ti ballafaqohet me këto vështirësi, edhe në këtë moshë të re, që vërtet të përgatitet në një nivel më të lartë, që kur të merr përsipër këtë emanet të Allahut madhërisëm për udhëheqjen apo përcjelljen e shpalljes, që me qenë në rrethana me përballu çdo vështirësi edhe çdo telashe e cila do të vjen, për cilat i dim edhe do t'i kuptojmë edhe më herët. Pra kështu ballafaqohet me këtë vështirësi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, edhe detyrohet së bashku me Ayman me e qel varrin e nanës së tij, edhe me e varros këta dy vet, jo me dikon tjetër, jo me ndihmën e dikujt tjetër, edhe me lanë ashtu nanën, edhe me vazhdu udhëtimin. Vërtet nuk është një situatë e lehtë, tregohet mas një kohe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka qenë duke kaluar në këtë rrugë. Edhe ndalet, edhe i ndal edhe sahabët, edhe urdhëron me pushu, edhe shkon edhe e kërkon këtë varr në këtë vend. Pra nuk ishte shumë e njohur, edhe kërkon varrin. Sahabët nuk dinin se çfarë po li pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, po i shkojnë përmas. Edhe ka qenë për respektit madh ndaj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam,
nuk kanë vetë, edhe dini që Allah xhallahu ua ka ndalu me pyet vazhdimisht, edhe dini që shumë sahabe kanë thonë kur vinte një arabi, një njeri huj, edhe e pyeste kishum qef, pse? Ai e pyeste na përfitonin për arsye se na e tepronim edhe e kishin ndalu me e thirr Muhamedit sallallahu alaihi wasallam edhe me bë pyetje të shumta. Edhe i shkojnë mas, po nuk e vesin çka po bën, ose çka na ke nalë, ose çka o problemi, ose po i shkojnë edhe shikojnë çka po bën. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sillet andej këndej edhe e gjen varrin e nënës së tij. Edhe ulet aty afër, edhe sikur me bisedu, po nuk nxjerr llafe prej gojës së vet, edhe fillon mi rrjedh lot. Edhe shohin duke qajt Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, nuk e din pse. Sahabët nuk e dinin pse po qan Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, po çka fillon së bashku me të me qajt edhe ata. Kaj Muhammedi alaihi salam, kaj sahabët, derisa tregojnë transmetues, kanë fillu mjekra me ju lag prej lotëve që i kanë dalë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Edhe pas një kohë, masi që të kryn, ju thot ua kisha ndalu me vizitu varret. Ju e dini që në fillim të islamit, sahabët edhe muslimanët kanë pas ndalu me i bë vizit varrezat. Kjo për shkak që njerëzit janë kanë të rinë në shirk, edhe që mos mund diku që me bëndë një veprim shirkut në përvarre, po dhe arsyeja tjetër ka qenë se shumica e atyre njerëzve që do t'i vizitonin ndoshta prindrit ose të afërmit e tyre njerëzit nuk kanë qenë musliman, kështu që mos me ardhë deri te ndonjë ndalesë sheriatike, pejgamberi sa e pa të ndalu. Po jo nga vetja e tij. Jo pse ka dashur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me ndalu, po kjo se veprimet e tij kanë qenë përcjellje me shpalljen e Allahut Madhërisëm, edhe atë që e ka udhëzu Allahu i Madhërisëm me vepru. Edhe aleikum selam. Edhe pasi që rrin aty edhe ju kthehet edhe thot ua pa të ndalu vizitën e varrezave, vizitoni ato për arsye se ato ju kujtojnë ahiretin. Thot e kum lut pejgamber Allahun e Madhërisëm, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thot e kum lut që me e vizitu varrin e nanës tem Amines, edhe Allah xhallahu ala ma ka leju. Dhe kjo domthon këtu është varri i nanës tem Amines, edhe e kuptojmë për shka ka qajt pastaj Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, edhe thot e kum lut pastaj Allahun e Madhërisëm me më leju me bë dua për të, po ma ka ndalu Allahu i Madhërisëm, edhe i është leju vetëm me e bë ziaret, edhe e ka kujtu atë rrethanën në cilën ka ndodhur ajo ndodhi me cilën është ballafaqu Muhammedi sallallahu alaihi wasallam duke qenë fëmijë në moshën e hershme. Edhe prandaj edhe qan, edhe thot e kujtova butësinë e nanës, edhe prandaj edhe ka qajt. Sidoqoftë ndodh kjo ndodhi edhe mërzi e madhe për Muhammedi sallallahu alaihi wasallam këtë moshë të vogël, edhe kthehet bashkë me robreshen e tij Ummu Ejmen, e cila faktikisht e ka rrit pastaj Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, edhe kthehet në Mekë. Kur kthehet në Mekë, Ummu Ejmen nuk shkon në shtëpinë e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Për arsye se është momenti i vështirë pastaj mu kthy pa nanën e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, edhe shkon në shtëpinë e Abdul Muttalibit, tek gjyshi i Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Gjyshi ka qenë shumë i vjetër, thuhet 90 vjeçar ka qenë, shumë i vjetër. Edhe pra në moshë shumë të thyme, po ka qenë njeri i më i respektuar në Mekë. Dhe kemi tregu cilat kanë qenë ato epitetet dhe përparësi që i ka pas Abdul Muttalibi, edhe respektin që i ka pas edhe nga ana e bash kurejshitve, po edhe nga gjithë Mekasit edhe ata vizitorët e Mekës. Edhe troket në derë Ummu Ejmen, në derën Abdul Muttalibit, dhe kur e hap, i paraqitet kush? Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Edhe ky e sheh vet, edhe thot ku i ki nanën? Edhe Muhammedi sallallahu alaihi wasallam prap fillon me qajt. Për arsye se edhe i tregon lajmin e hidhur që edhe nanën e kanë varros atje. Edhe Abdul Muttalibi gjithashtu mërzitet,
e përqafon edhe i thot ti je djali jam. Edhe e afron edhe prej atij momenti derisa ka qenë gjallë, ka qenë shoqërinë e gjyshit të tij, megjithëse ka qenë mosh, domethënë kohë e shkurt, 2 vite, ka qenë shoqërinë e Abdul Muttalibit. Në qatë pleqni është marrë me të, edhe është kujdes me të, edhe thuhet që e ka këshyrë ma shumë se fëmijët e vet që i ka pa. E tash në këtë anë e shohim se si Allahu i Madhërisht e ka përgadit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam me këto ballavaçime dhe këto më vështirësi, po në anën tjetër gjithashtu ja ka pru edhe zaventus që ka fut në zemrat e njerëzve, sikurse Abdul Muttalibi, pastaj te Abu Talibi e të tjerët në përgjithësi, që e kanë rikthy apo e kanë trajtuar Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ndoshta më mirë se e vllatë e tyre që i kanë kthyer, si rezultat i çati rahmeti që Allah xhallahu ala ka nxit në zemrat e këtyre njerëzve në përgjithësi. Edhe Abdul Muttalibi e ka kthyer shumë më shumë se fëmijët e vet. Edhe është kujdes, madje thuhet që edhe ka vesh pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, saqë me një rast tregohet se Abdul Muttalibi tu dash me vesh, tash ju e dini fëmia teshat mi ndru sene, kur ka dash mi ndru teshat, i ka thonë ktheu. Pejgamberi sa mi ka thonë Abdul Muttalibit kthej kryt anej mos më kqyr se jam të i hiq teshat. Edhe pra ka pas respekt, mirë po e ka rujt edhe Allah xhallahu ala, edhe kjo tregohet në shumë raste se si Allahu i Madhërisht e ka rujt Muhammedin sallallahu alaihi wasallam edhe në kohën e veçlis që mos me bë të thotë ndonjë veprim ose diçka të turpshme në jetën e tij në përgjithësi. Për arsye se el-isma, që i thonë mbrojtja prej gjunaheve dhe veprime të këqija, ka qenë i garantuar për pejgamberët, gjithashtu edhe për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, prej veçlis deri në kohën e pejgamberisë, pastaj edhe pas pejgamberisë deri në vdekjen e tyre. Po gjithashtu edhe para se me ardh këtë emanet kanë qenë në bikëqyre, madje edhe ai pastrim që është bë zemrës së tij edhe nxjerrja e asaj ka qenë në çet kuadër që më largu nga vetja atë xhelozin edhe ato vezveset, ato tendencat të cilat i bën shejtani në zemrat e njerëzve që me bë gjunahe dhe me bë punë të këqija. Dhe kjo ka qenë edhe arsyeja pastrimit të zemrës së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe nxjerrja e asaj gjësë zezë nga gjoksi i tij. Edhe është kujdes, edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rrit në këtë mes. Abdul Muttalibi thuhet se ka qenë i respektuar, që është thënë pak më herët, njerëzit ja vendosnin një segjade, me thonë kushtimisht se në atë kohë mos të paramendojmë jetën sikur se tani. Ka qenë para 15 shekujve, ka qenë jetë shumë e thjeshtë. Njerëzit nuk kanë pas diçka tesha më mbulu veten e tij, madje avretin e tij, s'po them diçka më shumë, mos flasim me pas diçka të shtruar në shtëpiat e tyre e kështu me radhë, kjo s'ka ardhur të thotë në shprehje. Po Abdul Muttalibit ja kanë shtruar zakonisht në Qabe, afër derës së Qabes, një segjade apo diçka, edhe aty kanë ardhur në hije Abdul Muttalibi, edhe njerëzit e kanë bë ziaret, kanë bë muhabet njerëzit që e kanë njoft të afërmit e tij edhe paria Mekës, mirë, po ky ka qenë në nivelin më të lartë. E kur ngrihej edhe nuk ishte atë Abdul Muttalibi, në atë vend nuk ulte kurkush, nuk e kish atë do thonë guximin ose respektin, dikush më ul në vend tina. Jo që po ishte diçka shumë e madhe kjo. Edhe disa raste Muhamedi sallallahu alaihi wasallam shkonte dhe ulte aty. Edhe këto e konsideronin shumë të madhe, edhe i thonin çu prej aty se s'bën ti më ul aty. Edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, edhe pse i vogël, thoshte ky është vendi jam. Sikur fëmijë, edhe nuk pranonte më ul, mu qupe i venit, deri sa kur vinte Abdul Muttalibi i bonin presion që mos shese zban. Po Abdul Muttalibi kur e shihte, thoshte lene aty edhe ulej afër tij. Do thot nuk e lente mu qu edhe ai kur vinte. Edhe ulej afër tij si respekt edhe rahmet që Allah xhalala kishte vendosur në zemrën e këtij njeriu në këtë moshë.
edhe është kujdes pra në nivele më të larta, edhe tregon që Abdul Muttalibi e merrte me mazveti kudo që shkonte, edhe e lejonte kishte qef me qu, me lujt me fëmijë, sikurse fëmijë i vogël, mirë po shpesh herë i bënte përshtypje në vend që me shku me lujt, rrinte me burrat edhe i dëgjonte muhabetet edhe llafet e tyre në përgjithësi. Edhe andaj edhe në një rast i thoshte aty në Paris e Mekës se ky djalë ka me kanë pe di, ka më bë diçka. Nuk është një njeri, e ka pas atë prirjen me besu që ka më bë diçka prej tij. Nuk është do thot një njeri i zakonshëm për shkak të atyre veprimeve në këtë rini të hershme. Po çfarë ndodhi me të? Në moshën 8 vjeçare, Abdul Muttalibi ishte i vjetër në moshë, edhe nuk jeton më gjatë, edhe ky është afër vdekjes. Edhe në shtratin e vdekjes e sheh që ka me shku nga kjo dynja, edhe po mbetet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam pa përkujdesje, andaj e thirr Ebu Talibin, që ka qenë djali i Abdul Muttalibit, nuk ka qenë më i madhi, as më i vogli, po ka qenë në mesin e tyre, po edhe ky ka qenë i respektuar në prej vllaznive edhe prej djemve të Abdul Muttalibit, ka qenë prej atyre më të respektuarve. Po një prej arsyeve pse e thirr Ebu Talibin, Abdul Muttalibi ka qenë se ka qenë vlla edhe prej babe edhe prej nane me Abdullahin, me babën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Edhe i thot këtë nip e ki emanet, edhe më kujdes për ta kur s'jam unë mo. Edhe Ebu Talibi e merr këtë emanet të babës vet, edhe fillon e merr në kujdesin e tij, nuk kishte pasuni, as ky nuk kishte pe të pasunve, nuk kishte as pe më të pasme pe vllazëve vet, kishte vllazën që ishin më të pasën. Megjithatë e merr në përkujdesin e tij, edhe këtu fut Allahu xhalla wala prap një rahmet në zemrën e migjes agjes së tij, që rahmet që shoqërohet me të deri në momentin e vdekjes së tij, që është deri pas shpalljes, që vjen disa vite. Pra pejgamberi sa 8 vjeçare, pra Ebu Talibi ka vdek masi që e ka fillu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam thirrjen edhe ka kalu disa vite. Pra është një kohë shumë e gjatë, vazhdimisht është për kujdes për nipin e tij në nivele më të larta. Edhe ajo që është e veçanta që është bë që më e dash shumë, është se kur e ka marrë në përkujdesje, ka pa bereqetin me sytë e vet Ebu Talibi, ashtu siç tregojnë për cilësit e këtyre ndodhive, se kur hanin familja Ebu Talibit fëmijët pa Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, qoftë bashkë apo secilin vete, nuk u mjaftonte ushqimi, nuk u dilte boll, nuk ngiheshin. Mirë po kur hanin së bashku me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në sofër, atëherë ushqimi ishte i bereqetshëm. Ngiheshin, do qysh është mas mirëti. E ka vrejt këtë Ebu Talibi, pastaj nuk i lente me hëngër, vetëm se kur vinte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam edhe prezentante, atëherë e shtronte ushqimin edhe hanin së bashku për shkak të këtij bereqeti. Dhe kështu ka vazhdu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam deri në moshën prej ngjarjeve që kanë ndodhur në këtë kohë është kur ka arrit moshën parafërsisht 11 vjeçare apo 12 vjeçare. Ebu Talibi, ju e dini, shumica e banorëve apo kurreshitëve kanë qenë tregtar. Edhe tregtin që e kanë zhvilluar ka qenë, kemi thënë, 2 vende, Shami edhe Jemeni, që kanë qenë në atë kohë qendrat e shumë më të njohura se sa Mekë janë atë kohë. Dhe këtu është përmend ajo rihletu shita i was-sayf, pra udhimi i dimrit edhe i verës, kanë qenë në këto dy vendet. Në dimër kanë shku në Yemen, kurreshitët edhe banorët e Mekës për me bë tregti, kurse në verë kanë shku në Sham.
Dhe këto dy udhime ka qenë që e kanë ngritë edhe ekonominë e këtij vendi në shitblerje dhe është bërë qendër e shitblerjes për shkak të lloj-llojshmërisë gjësendeve që i kanë sjellë në Mekë edhe ju kanë shit njerëzve që kanë kaluar dhe kanë ardhur dhe kanë bërë haxhin ose vizitën e Qabës në kohrat e ndryshme në Mekë. Në njërin prej udhimeve Muhammedin sallallahu alaihi wasallam e merr Ebu Talibi me vete. Në këtë udhim pra në Sham, në qytetin Busra, që është afër Shamit, dhe duke shku atje, kjo ngjarje përcillet, Tirmidhiu e përcjell në hadithe, edhe e përcjellin shumë, domthon përcjellës të sirës. Një sen ju do të me pas parasysh se e dim që librat e haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në të cilat ndërtohet feja janë të njohura. Janë kutubu sitte, 6 librat, disa thonë kutubu tis'a, së bashku me librat librin e Imam Ahmedit, Imam Muwatta, Imam Malik, e kështu me radhë. Pra, këto janë libra që janë referenca për muslimanët edhe në to gjendet ajo thesare hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam përgjithësi. Edhe këto i nështrohen atyre rregullave strikte që muhaddithin i bajnë në vlerësimin e haditheve të sakta dhe haditheve të dobta. Dhe dim në shpjegime edhe hoxhallar në përgjithësi kur thonë që ky hadith është i dobt, nuk argumentohet me ta, ky hadith është i saktë e kështu me radhë. Historia e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam në disa prej këtyre librave që i përmenëm, Buharia, Muslimi, Ibn Majah, Tirmidhiu, domthonjë këto libra që janë referencë për musliman, përmenden disa ngjarje. Po zakonisht këta koleksionues i kanë përmend këto ngjarje jo shumë për me përcjell historinë e pejgamberit se çfarë ka ndodhur, po më shumë për me nxjerr dobi prej atyre ngjarjeve, apo kupton. Për shembull Imam Buhariu e ka në kapitullin Bid'ul Wahi, fillimi i shpalljes, e përmend ngjarjen se si Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka filluar mi shpall në fillim shpallja, pastaj është ndërprer një kohë edhe me çka është ballavaçuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam akuzat. Qëllimi nuk është për me përcjell çfarë ka ndodhur, po për me nxjerr dobit e çasaj ndodhije në vetvete. Po pastaj në shumë libra të në koleksioneve është një kapitull që i thonë Kitabul Maghazi, kapitulli i betejave të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ashtu që kemi përmend në fillim, edhe përmend disa ngjarje që kanë ndodhur, po jo në formë detajzuese çdo ndodhje e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Libra të cilat kanë përshkruar historinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam janë më të vëndshme, edhe nuk është që i nënshtrohen kritereve të thukta të hadith, domthon konstatimi se çka është e saktë asaj e çka, pra janë, me thon kushtimisht, ma liberal ulemat në këto ngjarje, për shkak se nuk janë ngjarje që nxirret prej saj feja, apo po përshkruhet ndodhit, e tash disa prej ndodhive ka mundësi mos me kon atë nivelin e saktë, domthon besueshmërisë, sikurse janë ato hadithet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj edhe kjo ngjarje me e udhimit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në këtë vend, kur i ka pas 12 vjet, është një ngjarje që shumë prej muhadithinëve e kanë mohu. Faktikisht kanë thonë që nuk është e saktë. Prej tyre është për shembull Imam Dhahabiu, Ibn Kathiri, Ibn al-Qayyimi deri dikun. Disa kanë thonë që ngjarja mundet me qenë e saktë, po jo krejt çfarë përmendet se ka ndodhur në atë ngjarje. E keni parasysh? Tash para se me ardhë me dhënë një konkluzë rreth asaj, unë vetëm po du me përshkru se çfarë ka ardhur në lidhje me këtë ngjarje në përgjithësi. Në format të përgjithshme përmendet në koleksionin e Imam Tirmidhiut, i cili thuhet se ka udhëtuar me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam në këtë vend. Në disa transmetime përmendet se së bashku me të ka qenë edhe Abu Bekri edhe Bilali radiallahu ta'ala anhuma. Edhe kanë shku në këtë udhëtim, pra Ebu Talibi e ka marrë si fëmijë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, edhe kanë shku në këtë udhëtim,
edhe gjatë rrugës Buhejra ka qenë një, me thonë, një prift. Në disa transmetime thuhet se ka qenë i krishter, në disa tjera thuhet që ka qenë hebrej. Pra nuk është shumë e detajzuar kjo ngjarje, prandaj edhe për këtë shkak disa e kanë mohu se ka ndodhur kjo ngjarje. Edhe Buhejra apo Bahira në disa transmetime kur e ka pa këtë, me thonë kushtimisht këta grup njerëzve të Mekës që janë duke ardhur, i ka pas disa sheja që vazhdimisht i ka shoqëruar një re që i ka rujt atyre prej diellit. Pastaj kur ju ul në një vend, ju ka pa hije, pra i ka përcjell edhe hija e pemës, edhe i ka pa që ka disa gjëra të jashtëzakonshme, edhe Bahira ka qenë njëri i dijshëm, edhe ju e dini paralajmërimin që kanë pas edhe në Injil se për ardhen e një pejgamberi, në disa përshkrime ka qenë e përshkruar që ka më qenë prej anës së arabëve, do thot prej vendit prej kujt ka ardhur pejgamberi, ka dalë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Për këtë shkak edhe Selman Farisi ka shkuar në Medinë. Nuk është për ndonjë arsye tjetër, edhe ka qëndruar në Medinë për shkak të kësaj. Edhe për shkak të kësaj rrethane ka thonë po duam i pa kush janë këta njerëz. Edhe i thret në ushqim. Që s'ka qenë traditë e këtij, i thret në ushqim me ardh, edhe ata i vinë në konak, me thonë, ose me hangër të ky njeri, edhe vinë edhe ulen. Në disa transmetime thuhet që nuk e marrin Muhamedit sallallahu alaihi wasallam me vete, e lajnë tek menajt e devet se fëmijë i vogël. Edhe thuhet që kur ka nejt me ta, nuk ja u ka mush synin se ka dikush që i ka në një cilësi, e thot a është edhe dikush tjetër me juve, thot është një fëmijë që kena lanë tek devet, thot edhe ato me pru. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e bin, edhe ushqet me ta, edhe aty njoftohet edhe e kupton pejgamberin ky Bahira që ky djalë nuk është djalë i thjesht. Në disa transmetime thuhet që ka ardhur me ta, edhe gjatë bisedës e kupton Bahira që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk është një njeri i thjesht, gjatë bisedës edhe muhabetit, edhe i thot që mos e ekspozoni, i thot Ebu Talibit, mos e ekspozoni Muhamedit, domthon këtë djalosh shumë gjatë pshitjes edhe blerjes, për arsye se si duket ka pas në atë kohë disa njerëz që e kanë parapa apo kanë prit këtë ndodhi apo daljen e pejgamberit të ri, edhe ndoshta mund mi bë diçka të keqe. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Edhe Ebu Talibi e merr këtë këshill edhe i kryen ato punë që ai ka, edhe kthehet së bashku me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në Mekë. Edhe nuk e bën të madhe këtë udhtim. Kjo është ngjarja e cila përshkruhet në hadithe. Disa prej çushtam akademik, njerëzve që e kanë kthyer në aspekt shkencor këtë ngjarje, e kanë mohu mas pari në aspektin e përmbajtjes, për arsye se kanë thonë nuk është shumë e sqaruar, për shkak se në disa raste thuhet që ka qenë prift krishter, në disa raste thuhet që ka qenë hebrej. Pastaj edhe shoqërimi e Ebu Bekrit edhe Bilalit nuk është i saktë, për arsye se Ebu Bekri ka qenë më i ri se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për sa vite? Për 2 vite e gjysmë. Domthon ka qenë shumë i vogël me e shoqëru Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Në rrethanat më të sakta Bilali radiallahu ta'ala anhu nuk ka qenë i lindur fare, se është shumë më i ri. Kështu që thonë këtu mundet me qenë domthon një lloj formulimi, pavarësisht qëllimi mundet me qenë i mirë, po nuk është i saktë si ndodhi. Ju e dini në të kalume njerëzit edhe mas kanë shpik ai hadithe për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam që mundem me thonë që qëllimi i tyre parimisht nuk është i keq. Për shembull njerëzit kur i kanë pasur që janë larg prej Kuranit, janë mundu me shpik ngjarje gjëra që njerëzit mi afru për me ditë vlerën e Kuranit. Por ndodhia apo ajo që kanë shpif nuk është e saktë. Edhe sikur ja kanë atribu këta Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Nuk ka dyshim se këtë e kanë bën
nga ignoranca, edhe nuk e kam pas parasysh që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka ndalu këtë. Dhe kjo është ndaluar, edhe çysh ka thënë Muhamedi sallallahu alajhi wasallam që kush pretendon ose shpik diçka që asum thon unë falyatabawwa maq'adahu minan nar, thot le ta përgatit ulsen e tij në zjarr të xhenemit. Pra kjo është diçka e ndaluar rrapsisht, edhe nuk guxon njëri me thonë që ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam përveç diçka që është e sigurt, edhe që e ka lexuar dhe që e din edhe ka dëgjuar, e jo me ardh me ngjarje edhe me shpifje të ndryshme, me pas. Dhe kjo është arsyeja e ruajtjes së origjinalitetit të Islamit në përgjithësi. Prandaj edhe kanë mohu këtë ngjarje në fund të tërësishme për shkak të edhe të zinxhirin të transmetimit që nuk është shumë i thukt, e kështu me radhë e kanë refuzuar. Disa të tjerë janë pak më liberal, kanë thonë këtu disa ndodhi ajo që ka përmendur për Ebu Bekrin, e Bilalin, e ngjarje nuk është që janë sakta, po si udhtim mundet të ketë ndodhur, edhe në bisedë ajo çfarë ka ndodhur mundet të jetë realizuar, nuk ka diçka të jashtëzakonshme, për arsye se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e kanë shoqëruar pra mucizet mrekullit vazhdimisht, edhe është e mundur që me ndodh edhe ai udhtim edhe ai takim, edhe njerëzit që kanë njohuri me e kuptu nga ato veti, se thuhet në transmetim që e ka pa dhe vulën që e ka pas pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në shpinë, që e ka vret edhe kështu ka qenë dhe paralajmërimi i tij. Edhe është e mundur kjo. Domthonë na nuk me thon kushtimisht nuk ngulim kam që me thon gjithsesi ka ndodhur, po nuk është e thonë edhe me mohu tërësishëm, për shkak se shumë prej transmetuesve edhe njerëzve që e përcjellin historinë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam e kanë përmend si ngjarje, po nuk do thotë që çdo gjë që është përmend në lidhje me këtë ngjarje me e aprovu edhe me qenë e saktë. Një sen tjetër që është e rëndësishme me pas në këtë kontekst është ajo çfarë kanë tentuar me bë edhe orientalistat. Çka kanë tentuar me bë orientalistat? Këtë ngjarje kanë marrë shumë të jashtëzakonshme, edhe kanë thonë që Muhamedi sallallahu alajhi wasallam kur u shtaku me Bahirën, ai i ka dhënë njohuri të pejgamberëve. Çka ka ndodhur me Isufin alayhis salam, çka ka ndodhur me Musa alayhis salam, çka ka ndodhur me Ibrahimin alayhis salam, e kështu me radhë. Dhe ato ndodhi pastaj Muhamedi sallallahu alajhi wasallam kur është kthyer dhe ka kalu moshën i ka arrit moshën 40 vjeçare, i ka formulu që shka pas që vet. Edhe e kanë nxjerrë në Kur'an këto ndodhi parafërse që janë në Bibël, duke marrë këto mësime prej këtij hebrej apo prej këtij krishteri. Që kjo ka qenë tendenca dhe çfarë e përmendin disa prej orientalistëve kur kanë tentuar me dhënë shpjegim racional, logjik, çysh përmenden këto ngjarje në Kur'anin famlar, përderisa Muhamedi sallallahu alajhi wasallam nuk ka ditë shkrim lexim, nuk kanë qenë këto ngjarje në formë çashtu çysh përmenden të njohura në mesin e arabëve fare. Për arsye se arabët kanë qenë çka? Kanë qenë idhujtarë, nuk kanë pas lidhje as me Musën, as me Isën, as me kurkun prej pejgamberëve që me ditë çfarë ka ndodhur me ta. Pra nuk është që pejgamberi sa i ka ditë këto, pastaj i ka shkruajt. Pra dhe jo mundu me gjetë një shpjegim logjik sipas tyre, çysh i ka ditë pejgamberi sa e kanë marrë këtë ngjarje edhe këtë e kanë shfrytzuar me e përmend se Muhamedi sallallahu alajhi wasallam këto ngjarje i ka mësuar prej Bahirës. Mirë, po kjo nuk është e saktë fare, edhe për këtë shkak posaçërisht disa bashkohor duke i përdorur ato kriteret e haditheve dhe vërtetimit haditheve e kanë mohu këtë ngjarje. Megjithatë, pavarësisht Muhamedi sallallahu alajhi wasallam sa ka mujt me nejt me Bahirën një kohë të shkurtë, mundë me qenë 20 minuta, 30 minuta, hajde një orë, me marrë këtë ato njohuri edhe kur moshën 12 vjeçare, është diçka që nuk e rrok logjika dhe fare nuk është e saktë. Edhe nëse ka ndodhur ky takim, pra nuk është fare e saktë, për arsye se nuk është që ai më herë si ul, i ka thonë çky edhe merri ti. Këtu pra logjikisht nuk është e saktë, po është tendencë e orientalistëve me fut huti në mesin e njerëzve, posaçërisht në mesin e muslimanëve, për me ja largu të vërtetën edhe me gjetë sipas tyre, ndoshta një kuptim logjik
se çfarë ka ndodhur dhe pse Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i përcjell këtë ngjarje në Kur'anin famlar si ngjarje shumë të vërtetuara që faktikisht nuk ka pas mundësi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i ditë, po janë do thotë ngjarje që kanë ndodhur në pra të shpallura nga Allahu i Madhreshëm që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka marrë prej Zotit të plotfuqishëm. Pra kjo ishte ngjarja që theksohet që ka ndodhur në kohën kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë moshën 12 vjeçare. Është një ngjarje tjetër gjithashtu që ka ndodhur kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë i ri, parafërsisht moshën 7-18 vjeçare deri në moshën 20 vjeçare. Ajo është harbul fijar, i thënë, që fijar, që nëse përkthejmë në shqip fijar apo është prej fejera, që më thonë lufta kushtimisht e krimit, që ashtu mujna me përkthy lufta që ka shkaktu krim, për arsye se ka ndodhur në muajt e haremit, do thotë kur ka në ashhurul hurum, muajt e shejt, ka ndodhur kjo luftë në mesin e Kurejshitëve edhe një fisi që ka qenë jashtë Mekës. Ka shumë shpjegime pse ka ardhur deri te kjo luftë, edhe sa ka zgjatë, nuk po du me hi në detaje, po del që ka ndodhur një lloj tradhtie mes këtyre dy fiseve të arabëve Kurejshitëve edhe atij fisi jashtë Mekës, edhe ata kanë tentuar me u hakmarr, edhe janë përgatit, edhe Kurejshitëve kanë bë përgatitje, edhe kanë zhvilluar betejë që ka zgjatë kohë shumë, edhe betejë që kanë humbur shumë, domthonë disa njerëz kanë vdek, dhe ka qenë në vazhdim e sipër derisa një njeri nga mesi i Kurejshitëve që ka pas emrin Utba ibn Rabia, pej Parisë me kasve, nuk ka pas kjo në qatë kohë fëmijë, ka dalë, është pështjell domthonë nuk e ka njoft, ka dalë edhe gjatë zhvillimit të betejës edhe ka bërtit, edhe ka thonë, a është e mjaftueshme çfarë po ndodh mesin e juve, a nuk është koha që tash me bë marrëveshje edhe me u pajtu në zvete. Një fisi i cili ka ardhur me sulmu Kurejshitët kanë thonë, qysh me u pajtu kur këta na kanë vrarë neve shumë njerëz, kanë thonë duke e shpagu Kurejshitët, duke u shpagu dijen për këtyre njerëz që kanë qenë 20 parafërsisht, edhe kanë thonë ku mujnë me marrë do thotë këtë domthonë që ata kanë me bë këtë, ka thonë unë e hi dorzan edhe shplohet Utba ibn Rabia që ka qenë prej Parisë Mekës, edhe ka thonë unë po vi te ju si peng derisa ta realizojnë këtë shpagim. Edhe do thotë Kurejshitët e bajnë shpagimin, edhe arrihet marrëveshja, edhe ndërpritet luftën mes këtyre dy fiseve. Në këtë luftë ka marrë pjesë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam si pjesëtar, jo në formë direkte, në disa hadithe transmetohet se thotë ku marr pjesë duke u dhënë shigjetat axhallarëve të mi, domthonë duke ju shërbyer aty në disa transmetime thuhet se ka gjujt pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pra është një pjesëmarrje që ka bë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe që përmendet në histori në përgjithësi, që një ngjarje që ka ndodhur në kohën kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë moshën rinore. Është edhe një ngjarje tjetër e cila ka ndodhur në këtë kohë, që është Hilful Fudul, i thuhet. Edhe kjo ka ndodhur në moshën e hershme të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, që rezumeja e ngjarjes është se As ibn Wail ka qenë njëri prej Parisë me kasve, njëri respektum. Ju e dini të ardhmen pastaj me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam ka bë ballafaqime të shumta, edhe ka sulmu pejgamberin sallallahu alajhi wasallam në shumë situata, mirë po kjo konsiderohet prej Parisë me kasve, As ibn Wail, edhe vjen një njeri prej Yemenit që me tregtu në Mekë, do thot me zhvillu tijaret Mekë, edhe kur vjen As ibn Wail ja merr mallin, thot
me marrëveshje në atë kohë, domthonë shumë ka luajtur rol rrethana e këtyne agjenturave që njëri më jashit mallin, pastaj me pas përqindje e kështu me radhë, kështu është zhvillu shumë shitblerja. Edhe Muhamedi sallallahu alajhi wasallam kështu ka bë tregti ashtu siç do ta shpjegojmë në të ardhmen. Pra edhe As ibn Wail ja merr këtina mallin, edhe thot e shes unë edhe t'i dha parët. Edhe ky pajtohet për shkak se e njëri respekt e shet mallin sikur me thonë një firmë, në atë kohë s'ka pas firma, po ka pas personalitete, edhe ja dorëzon mallin edhe pret tash me marr pasuninë. As ibn Wail kishte pozit Mekë, edhe ishte i fuqishëm, nuk kishte dikush që me ardhe dhe mi thonë, domthonë me pas guximin mi thonë ke bë padrejsi, ktheja mallin, mos ja kthe mallin e kështu me radhë, edhe fillon me mohu edhe me mos me ja kthy mallin ose pasuninë, parat këtij njeri. Edhe ky i huj në Mekë, s'din çka me bë, shkon te njëri, shkon te tjetri, edhe s'din kur kush se merr atë guximin edhe me shku mi thon Wailit ktheja parat ose mallin këtij njeri për shkak të personalitetit të këtij njeri. Derisa shkon te Abdullah ibn Jad'an, apo të disa njerëz që ja u bën dert kët, po ata asnjëri personalisht nuk e ka guximin me shku mi thon këtij njeri se është një njeri që ka emër. Edhe çka bëhet? Disa njerëz, prej njerëzve të mirë të Mekasve, bëhen bashkë edhe thonë që kjo çka po ndodh nuk është mirë, edhe mlidhen në shtëpinë e Abdullah ibn Jud'anit, ka qenë një prej banorëve të Mekës i respektuar, mlidhen disa nga paria e Mekës, edhe ulen edhe e bojnë dert. Kjo që i ka ndodhur këtij garibit, do thotë këtij njeri të huj në Mekë. Edhe kjo është padrejsi, edhe na nuk duhet me leju me ndodh kjo, për arsye se na, pra ata kanë pas identitet, kanë pas njerëz që kanë thënë moral edhe në drejtsinë mesin e njerëzve. Prandaj thotë që e bojnë një lloj besatimin mes vete që si grup kush kanë qenë disa njerëz prej elitës së Mekasve, që çdo njeri që i bëhet zullum në Mekë, na kina mi dalë edhe minimu ati. Mos mi leju me kriju kësi lloj zullum edhe padrejsi në mesin e Mekasve, pavarësisht a është i Mekës apo është dikush jashtë. Edhe e bojnë këtë besatim, e në këtë nej ka marrë pjesë edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Edhe shumë krenohej Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me këtë pjesëmarrje. Domthonë gëzohej që ka marrë pjesë. A e dini ka herë disa rrethana kur të jetë u marrë pjesë, nuk i vedishëm që ka jetë u bë fort. Po mas një kohe thu shqyr që e kum bë këta domthonë është një lloj sa herë kujton gëzohesh me veten tënde. E Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i ka ndodhur kjo shpesh. E ka përmend këtë ngjarje edhe thot ku marr pjesë që nuk e ndroi humrin naam, thot në arabisht. Humrun naam shpesh herë e kanë pas si frazë arabët që e kanë përmend, që nuk e kisha ndru që shtojnë me kurgjot të na, e thojmë këtë shprehje. Humrun naam është një lloj deveja, shumë e rrallë mesin e deveve që lind, që është e kuqe. Dhe i ka do isharete që shumë, kush e ka deve, ka shumë pasuni, domthonë ka pas vlerë të madhe, njerëzit e kanë lyp për shkak të rrallë, është shumë i rrallë, edhe kush e ka këtë, ka pasuni të madhe. Edhe pra, po thot pejgamberi nuk e kisha ndru, domthonë si shprehje fraze kanë përdor arabët, sikur me thonë në gjuhën tonë që se kisha ndru me kur gjuhës tjetër. Po, çashtu me thonë, domthonë diçka shumë e vlefshme. Diçka shumë e vlefshme. Prandaj pejgamberi sa më thot ku marr pjesë në një marrëveshje kur kam qenë i ri para shpalljes, nuk e kisha ndru me kur gjuhës tjetër. Edhe po të thirresha, edhe tash, duke qenë pejgamber, do të kisha marrë pjesë. Me një fjalë, me thonë kushtimisht, a jem në armiqësi me mushrik, po të më kishin thirrë si tash, me thonë hajde se bëjmë një marrëveshje të qasoj natyre, i kisha kry, i kisha te kalu gjitha ato, edhe kisha marrë pjesë, për arsye se është do thot një pjesëmarrje e hajrit. Pra, dhe
bëhet ky besatim, edhe shkojnë së bashku këta njerëz, të fuqishëm, për shkak se individualisht secili s'ka mujt me shku, shkojnë ja trakitin deri në Wail ibn As ibn Wailit edhe i thonë, kjo çka jetu bati është padrejti, ose ktheja mallin, ose ktheja parat, se zban kështu me bati. Edhe As ibn Wail nuk ishte që mundet m'ja u kthy llafin, ti shkon një, ka mujt let, po grupit, prandaj edhe detyrohet edhe e rikthen zullumin dhe ja kthen parat këtij njeri, edhe kështu realizohet ky besatim, edhe vazhdon me u mbajt qetësia në Mekë në këtë formë, edhe kjo ka qenë prezenca e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Tutje janë edhe disa ndodhi tjera për cilat do të flasim edhe do të ndalemi inshallah, po me këtë po mjaftohemi sot inshallah me lejen e Allahut.